2 shtëpia private për shitje. Ndodhemi rreth 600 metra mbrapa spitalit në Durrës. Ai super pamje, shikoni. Pamje të mrekullueshme, ja. Gjithë Durrësin, gjithë vilën, gjithë kodrin këtu është. Kemi 800 metra ndërtimër. Kemi 1000 metra trull për 2 shtëpit. Kjo është shtëpia e dytë. Kjo ka 370 metra ndërtim, kjo ka 450 metra ndërtim, kjo qemi. Kjo 3 katëshe, 2 katë plus garazh. Ajo është 2 katëshe që ka 370 metra ndërtim. Të dyja bashkë, shitën të dyja bashkë, çmimi 400.000 euro. Pranari shet të dyja bashkë. Këto ka rrugën. Aty ka qeni. Për të ardhur kjo shtëpi këtu. Në realitet ka ma tepër tokë, po flasim gjatë kohës. Pra 2 shtëpi private, normalisht se ka nevojë për punë. Po i shet pronari 400.000 euro, pra kemi 800 metra ndërtim, 1000 metra tokë trull. Ja ka rrugën kjo. Shikoni pak. Kjo tjetër këtu. 30 hapa nga shtëpia për të shkuar këtu. Rruga kryesore e lagjes. Atje është spitali. Në gjithë Durrësin në plam dorës. Ju tregoj edhe pak nga jashtë. Këtu zotëria kanë vendin për ashensorin, shikoni? Për del deri sipër. Beton plot. 2 katët janë nga 3+1. Shikoni çfarë betoni, me balli kat tjetër sipër. Pamja fletet. Ja. Super pamje shef gjithë Durrësin nga dhoma ndjenis, duke hangër, duke pi, me miqe me shok dhe ka i super pak. Ja shikoni. Tu kemi dhomën tjetër, dielli gjithë ditën. Këtu është banja, këtu dhoma tjetër, betoni. Gjithë kjo beton, e ka mbyt. Muret gjithë i ka me breza betoni. Pamja flet vetë. Bjem tek. I njëjti është dhe kati 2, 3+1. Si që shikoni. Viva te garazhi. Është gjithë ki garazh. Gjithë ki beton. E ka mit me beton ma mirë se pallatet të 10 katëshe. Rruga këtu. Që në gjitesh me artë tek prona. Ja prona, ja pallat. Pallat 3 katëshe. 2 katëshe e tjetra, të dyja 400.000 euro. Kryesore, ja ku jemi afrim, se di publiku, ja. Rruga nga spitali 600 metra nga këtu. A po në vizë më të folme? Po ja. Ej! Edhe prona? A keni gjuhë gjithmonë që Zogu ka një vilë mojtë Kodrës Durrësit? Tu kemi 2 prona. Zogu s'ka gje budalla, investoni këtu në Durrës. Bingo! Ka super pamje, are i pastër. Ju përshëndesim.